Si Tirana, ku në vitet e fundit ka një eksperiencë mjaft mirë në futsal dhe është shpallur për disa vite radha si kampion, por besoj se e kemi përgatitur mjaft mirë ndeshjen duke njohur edhe si kundërshtar, duke parë edhe pikat e forta dhe dobta të kundërshtarit, mendoj se kemi marrë masa, po përveç pjesës taktike, dëshira jonë për të arritur tek ky titull është shumë e madhe sepse nuk ka ardhur në Shkodër një titull për futsalen. Djemtë janë patjetër shumë të motivuar dhe besoj nesër do ta shprehin edhe në fushën e lojës. Normalisht besoj se mbështetja e tifozërisë nuk do të mungoj sepse gjithë ato djemt janë shkodran, janë vllaznis dhe gjithsesi një titull kundër Tiranës dhe të ishte mjaft e bukur dhe pozitive për qytetin tonë. Unë mendoj se deri tani kemi bërë mjaftu shumë mirë, edhe kam pasur edhe unë mbështetjen e djemve, edhe kanë qenë shumë të përkushtuar në gjithë këtë periudhë për të arritur te ky sukses, që normalisht duhet arritur me përkushtim. Edhe deri tani mendoj se grupi është mjaft pozitiv për të arritur te ky titull. Edhe trajner dhe futbollistikës, si ndjeni këtë finale? Por, them drejtën, ekipi ma ka bërë të lehtë sepse edhe bashkëpunimi me presidentin edhe me drejtorin teknik Arben Xhaferi, edhe grupi duke njohur për shumë vite këtë lojtar, bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë, edhe besoj edhe unë jam mundur të shpreh më mirë edhe si trajner edhe si lojtar, sepse të dyja rolet kanë qenë nga bashkëpunimi i mirë.